Kemi kaluar në një moment tjetër. Zonja dhe zotëri, ai për vitet të tëra ka dëshmuar veten si një poliperformant në instrumente e në këngë. Për ju, për ne të gjithë, vjen me këngë për këngë Agim Hajrullahu. Po më vret vet mia, malli nuk po shuhet. Pyes pse nuk jam atje, që me lidhje quhet. Atje unë e kam mendjen, në tokën shqiptare. S'ka ma mirë se në vendin tënë, nuk lihet me pare. Atje një nane, këtu një van, krejt në përbot jena shpërnda. Një motër pret, e kem larbet, me ju këti vlau prej gurbet. Ne përse gjalli, di që mga mali, presim ditën me u këthi. Me shkut e motra, e ku ashtë votra, e te baba në shtëpi. Se vitet po na ikin, shpresat gjallë na ban. Se një ditë gjithë së bashku shkojnë të tokanan. Atje unë e kam mendjen, në tokën shqiptare. S'ka ma mirë se në vendin tan, nuk lihet me pare. Atje një nane, këtu një van, krejt në përbot jena shpërnda. Një motër pret, e kem larbet, me ju këti vlau prej gurbet. Ne përse gjalli, di që mga mali, presim ditën me u këthi. Me shkut e motra, e ku ashtë votra, e te baba në shtëpi. Atje një nane, këtu një van, krejt në përbot jena shpërnda. Një motër pret, e kem larbet, me ju këti vlau prej gurbet. Ne përse gjalli, di që mga mali, presim ditën me u këthi. Me shkut e motra, e ku ashtë votra, e te baba në shtëpi. Agim Hajrullahu, mirë se erdhe. Po si e burri dhe? Mirë, ka dosh zoti deri tash. Mirë se na vjen prej Shkupi. Faleminderit Shkupi shumë. ton. Me shumë kënaqësi erdha. Shkupi të madh. Me shumë
Qerdhe e artistëve, e artistikës, e grupeve artistike, e teatrit, e regjisorëve, e aktorëve, Me të vërtet, jo pse jam unë nga Shkupi, po me të vërtet ka shumë artista të mëdhenj, ka muzicienta shumë të mirë, ndoshta nuk kanë atë hapësirë sa e meriton Shkupi, sepse jemi pak një vend ndoshta edhe më i vogël, me shumë më pak mediume, shumë më pak reklam. Jo më i vogël, e di që deri në vitet dikun 80-ta ka qenë qyteti me më shumë shqiptarë në krejt Shqipërinë. Po, shumë e vërtet, po tash shkon e fundit e kam fjallën se jemi ndoshta pak si Po, një herë të je siguru, jena po gjuhe dytë atje ku jemi sigurisht e pare, kështu flot. Vërtet, Shkupi si qerdhe, po dhe ti praktikisht je linde e rritë në një qerdhe artistës. Po, po. Unë kam pas fatin që ta kem, do më thonë, babën muzicient me gjithë migjallartë, ato kanë qenë grupi Seferët, që kanë funksionu deri për vitet të tëra, dhe ka qenë fati im që e kam pas një rrugë të shtruar shumë ma letë, se dikush që nis diçka prin fillim vetë, edhe ma ka mundësu atë punë baba em, tash i ndjerë që një vit që ka ndru jetë, inshallah Zoti e ka shpërblim me xhenet. Para fatë se jetojnë më që janë artist për skenës veç duar tropiti. Homar këtu për njeriun, për artistin që meriton. Sa fëmijë ju të Seferit? Ne jemi Naserit, do më thonë 3 djemë, që jemi në grup Agim Band, do më thonë grupi e kam 2 vllaznit e mi Sanion. Familja, keni mu bojnë atjeri 10 kështu në radhik? Po ne kena vazhdu, do më thonë është brezi i tretë që punojna me kitë punë profesionalisht. Shembull kanë qenë baba e me vllaznit e vetë, unë jam me vllaznit e mi, po tash i kam inkuadru edhe djemt e mi, do më thonë që i kam në grup Leartin, edhe lavdrimi është tash me klarinet me është të voni talent shumë i mirë është, edhe inshallah Zoti e vetëm shëndet, se unë i kam 3 djemë. 2 i kam veç janë inkuadru në këtë punë, si me thonë këtë... I treti sa vjeçar është? I treti është 13 vjeçar, po ai nuk ka interes për muzikë. As ka interes, a? Po, ai ka dalë diçka krejt. E ka njetë me nejë si Zoti shpisë kështu me... Po, se di shka do të botë, vetëm dorarti me të vërtet është kështu shumë talent, mirë po në muzikë nuk interesant, nuk na kanë gja neve në këtë aspekt. Seferet ishin të njohur, Agim Band në realitet me këtë emër dhe u bëtë të njohur. Po më herët, a e trashëgut këtë talent familjar, sigurisht, me pedigre, në trashëgimi, por a u ingranuat në këto shoqërit që ishin Emin Duraku? Pa tjetër, por para të di si ka qenë, pa hynë për shoqëni, edhe tregovon kam pas fatin se jam edhe ende, du me thonë si antari i Emin Durakut, po jam udhëheqës artistik në këtë ansambël. Pësës na thonë! Kam që 20 vite që jam antar. Njerë kam qenë antar, se kam qenë edhe në oktetin Okarina, që kam funksionue në kuadrë të Emin Durakut, që i përshëndes ata njerëz shumë se me të vërtet kam kalu një periudhë shumë të mirë me oktetin Okarina, kemi inqizime, kemi bo albume shumë të mira dhe jam krenar që kam qenë pjesë ati, po që 20 vite jam pjesë edhe Emin Durakut, tash këto vitet e fundit. Po i be Palikuqja funksionon ako? Po edhe i be Palikuqja funksionon, bile edhe aty kontribojmë me raste, sepse baba em dhe Axhallart kanë qenë edhe një be Palikuqje antar, edhe mu më ka mejta jo normale ajo shoqënia, jo misia, edhe me tibe Palikuqe se qojmë shumë mirë, edhe si ansamble. Për vitet tona ato dy ansamble si akademi kanë funksionu. Me të vërtet po, edhe kanë dhonë shumë kontribut madh, sidomos në Shkup që ka besoj mas shumë të nevoj për krejt trojeve, Shkupi për këto punë. E kishim të nevojshme me majtë shqiptarizmën gjallë. Edhe janë të embajt, me të vërtet janë të embajt me shumë mund, po janë të kontribu shumë në këtë aspekt. Edhe teatri ka bërë. Edhe teatri pa dyshim, po. Po në po folin atë lëmin shkam takon mund. Tani për fat mirë dhe ansambli shtetëror. Po, ansambli shtetëror që u formu edhe ata kanë tregu një rezultat tjashtë zakonshëm, edhe pse kone fundit pak ishin diska probleme, po besoj se do të kalon dhe do të vazhdon. Se kishte dilema me suportu apo jo, a? Une edhe nuk jam
Si e pjesë asaj. Pjesë asaj edhe rëndësi ka që është dhe duhet funksionoj, që ajo ka rëndësi. Po. Njerëzit shkojnë në Besoj se i kom pa që i kanë rregullu këtë punë dhe do të vazhdojnë se... Por këto gjëra do të besin, se shumica këngëtarëve eminent që i keni jonë bë pjesë asaj, vallëtarëve kështu më radhë. Fillimisht, zërin, këngën apo instrumentin e zëllë? Unë fillimisht kom fillu me këndu. Do më thonë, kam qenë si atrakcion se shumë i ri kam fillu me këndu bashkë me agjallarët e mi, me babën tem, dhe në atë moshën e pubertetit, atëherë më ndryshojnë ngjyra e zanit. Dhe unë jam konë shumë meraklis, si për me këndu, si për instrument, se kam dashur edhe kur më ndryshojnë ngjyra e zanit, më merr pak si i thash, se unë këndoj shumë tonalitete